dhe qytetarët të mos informohen në mënyrën e duhur. Për sa i përket ligjit për barazinë gjinore, ju kërkoj në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të ndryshoni rendin e ditës, të afroni në krye të rendit ditës sotme një ligj kaq të rëndësishëm që prek familjen shqiptare, kodin e familjes dhe prek çdo qytetar që na ndjek ne sot. Këto janë kërkesa konkrete të Partisë Demokratike të grupit parlamentar, për të cilët do doja nga ana juaj të merrni kohën e dur, ti verifikoni. Po e them edhe një herë, në mënyrë të përsëritur, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste del në foltore, linçon, fyen kolegët në këtë sallë. Dhe kjo nuk mund vazhdoj më. Kështu që ju lutem, në zbatim kërkesës son, ndërpris seancën, merr 10 minuta pushim dhe verifiko qëndrimin që ka Partia Demokratike. Faleminderit. Faleminderit. Do të konsultoj rregulloren lidhur me këtë propozim. Neni 65 ka shumë të qartë, por më lejoni të mos ju përgjigjem pa e konsultuar mirë. Ndërkohë fjalën e ka kërkuar zoti Tauland Balla. Zoti kryetari i Kuvendit, kjo është kësaj zhurmës ju referova në fjalën time, e cila është një zhurmë që ngjan, por nuk e perceptoj dot në çfarë forme vjen. Tani, sa i përket reagimit, gjatë kohës që secili prej kolegëve Partisë Socialiste, nga unë i pari apo ministra, ne flasim, vjen një zhurmë aty që unë nuk di si t'jave emri. Megjithatë, kush ndihet i fyer, kërkoj ndjes që nëse e ka konsideruar veten si autor i asaj zhurme. Por, do kërkoja mirë kuptimin tuaj që të kemi një dakordsi që kur të flisni ju, ne të mos bëjmë asnjë zhurmë dhe nuk do të ndodhë, dhe kur flasim ne apo antarët e qeverisë mos ketë asnjë zhurmë. Zotërisë që ju përmendi, është vendosur në atë pozicion të sallës për të prodhuar atë zhurmë që ju e konsideroni fyese. Nëse doni realisht të reflektoni, isheni zotërin që e paguani vetëm për atë lloj zhurme, çojeni në një vend tjetër të sallës, dakor. Sa i përket kërkesës. Kërkesën mësoje se deputeti i ri, shoqëroje me 7 firma, depozitoje, të shkoj ta shqyrtoj komisionin. Zoti kryetari i Kuvendit, e kërkova fjalën për diçka tjetër me dakordsi në konferencën e kryetarëve. Kemi rënë dakord që pika e parë e rendit ditës pas njoftimeve të jetë votimi i antarëve të Këshillit Rregullator, Komision Rregullator të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ju lutem zoti kryetar, për shkak se ky votim kërkon kvorumin prej 84 deputetësh dhe prej orës 11:10 ne jemi këtu deputetët e Partisë Socialiste për të votuar edhe kandidaturat që vinë si propozimi i opozitës, për të cilat grupi parlamentar i Partisë Socialiste do të votoj pro, me qëllim te i kalimin e ngërçit për shkak të braktisjes së seancës nga kolegët e Partisë Demokratike në seancën e kaluar, ju lutem të kalojmë me njëherë në votim, se janë 5 votime të fshehta. Faleminderit shumë. Faleminderit. Lidhur zoti Kliçi. Lidhur me propozimin tuaj, deputetët mund të propozojnë masa disiplinore, po jo te kryetari i Kuvendit, te sekretariati i etikës. Minimumi 7 deputet mund të propozojnë sekretariatit të etikës marrjen e masave disiplinore. Pra, unë ju falenderoj për sugjerimin, por është e drejta e kryetarit të Kuvendit marr masa në seancë. Jashtë seancës vendos sekretariati i etikës. Ndërkohë, replik me kë? Së të përmendi fare. Nuk të ka përmendur fare.